Nëse hani vezë, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë vonë për ju. Veza, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminave, është cilësuar si një nga ushqimet më të shëndetshme. Nëse dietës suaj të përditshme i shtoni një kokër vezë, ja përfitimet që do të merrni sipas Healthline. Do të përmirësoni shëndetin e trurit. Vezët janë të pasura me kolinë dhe vetëm një vezë në ditë mund t'ju japë 35% të nevojës të përditshme për këtë element. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo lëndë ushqyese është e rëndësishme për shëndetin e trurit dhe parandalon sëmundje neurologjike të tilla si sëmundja e Alzheimerit ose çmenduria. Vezët parandalojnë probleme të gjirit dhe të zemrës. Departamenti i ushqimit në Universitetin e Karolinës së Veriut ka kryer një studim që tregon për përfitimet e dobishme të vezës në shëndetin e zemrës. Sipas këtij studimi, rezultoi se një vezë në ditë mund të parandalojë sëmundjet e zemrës dhe riskun e shfaqjes së problemeve të gjirit. Vezët të shtuara vazhdimisht në dietën tuaj ditore do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në evitimin e peshës së tepër trupore. Edhe pse shumica e njerëzve mendojnë se përmbajtja e lartë e yndyrës të vezës mund t'i shtohet, në fakt nuk është e vërtetë. Veza është një nga ushqimet më të mira që mund të ndihmojnë në djegjen e yndyrës në bark. Një kokër vezë në mëngjes do ju jap proteinat e nevojshme që do ju bëjë të ndjeni të ngopur për një kohë më të gjatë. Vezët forcojnë kockat dhe muskujt. Vezët janë një nga burimet më të rralla të vitaminës D, e cila nëse kombinohet si duhet në dietën tuaj, mund t'jap gjithashtu përfitime mbreslënse për shëndetin tuaj dhe t'jap një mbrojtje më të mirë të organizmit. Ekspertët e Healthline shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet. Vezët do të ofrojnë nivele mjaft të mira të proteinave, një kombinim i cili mund të ofrojë kalcium dhe forcon edhe shëndetin e kockave. Vezët do të parandalojnë edhe problemet të osteoporozës. Vezët përmbajnë proteina të cilësisë së lartë, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në organizmin tuaj, të ndihmojnë muskujt dhe kockat të jenë më të forta, më të shëndetshme dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Shtimi i vezëve në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol të mirë parandalues edhe për problemet e shëndetit të syve. E verdha e vezës do të përmbajnë nivele të larta të antioksidantëve të fuqishëm, të cilët mund të mbajnë larg këto komplikacione. Lutein dhe zeakanthin janë elementet mjaft të rëndësishëm që mund të gjenden tek vezët dhe mund të ofrojnë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë në një zëri se vezët e pulave janë mjaft të mira për të përfshirë në dietën tuaj dhe si të tilla duhet të konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore. Përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për organizmin dhe mbi të gjitha me efekte pozitive për mbrojtjen e tij. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandarë të dietës së tij. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve është sigurisht përmbajtja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Sipas Brightside, në këtë video do ju njohej me përfitimet shëndetësore që mund të merrni nga konsumi i vezëve të zjera dhe ndikimet kryesore të tyre në shëndetin tuaj. Veza përmban 210 mg kolesterol, ku zjerja konsiderohet gjithashtu mënyra më e mirë për gatim, sepse yndyrnat që përmban skuqja mund të rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët shtojnë se vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin, dhe një i rritur duhet t'i ketë të paktën pjesë përbërëse të tij vezët e zjera. Ekspertët thonë se mënyra më e mirë për t'i konsumuar vezët është përgatitja e saj në këtë formë. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezëve të zjera për mëngjes, si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor, mund t'ju ndihmojë që të evitoni gjithashtu peshën e tepër trupore. Vezët do të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të yndyrnave cilësore për organizmin.
Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat do të ndihmojnë edhe në një ruajtje më të mirë të shëndetit tuaj, duke ulur kështu nivelet e riskut të sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë edhe në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, e përrjedhoj do ta ulin atë ndjeshëm. Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë e cilësisë së proteinës. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për qelizat. Shëndeti juaj i syve do të jetë një përfitues i rrallë nga konsumi i vezëve të zjera. Ekspertët shtojnë se vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm, dhe si të tilla duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja ditore. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese të tyre, do ta keni më të lehtë të merrni edhe përfitimet mbreslënse për organizmin. Nëse doni kocka të forta dhe të shëndetshme, vezët e zjera duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vezët e zjera janë të pasura gjithashtu me vitaminën D, vitaminë kjo e cila është shumë e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave një përthithje më të mirë të kalciumit dhe rregullon gjithashtu edhe nivelin e kalciumit në gjak. Ky produkt fantastik do të luajë një rol të mirë në fuqizimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Vezët e zjera është shumë e thjeshtë t'i kombinoni në dietën tuaj. Mjafton që t'i konsumoni në formën e tyre të zjerë dhe rezultatet që do të merrni në fund do t'jenë vërtet mbreslënse. Sipas disa ullëtimeve të publikuara më parë, ngrënia e 1 deri në 2 vezë në ditë është një sasi e rekomanduar për të gjithë njerëzit. Por nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinave, mund të konsumoni edhe më shumë vezë në dietën tuaj. Por jo të gjithë ekspertët janë të njëjtin mendim lidhur me konsumin e vezëve në përditshmëri. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira dhe mund të ofrojnë 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve dietike të dietës amerikane, njerëzit duhet të mbajnë sasinë e kolesterolit sa më të ulët që të jetë mundur dhe të konsumojnë atë në ekuilibrat e duhur. Vezët ofrojnë përfitime mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit. Vezët janë një nga burimet kryesore të proteinave, ato janë të larta në vitamina minerale duke përfshirë vitaminën A, B2, B12, vitaminën D, jodin dhe folatin. Ekspertët këshillojnë që të vegjëlit të paktën duhet të konsumojnë një vezë të zjerë në dietën e tyre. Kjo për shkak të ndikimeve të tyre ushqyese dhe lehtësimet që mund t'i ofrojnë në shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët shtojnë se vezët e zjera janë një nga përzgjedhjet më të mira për organizmin dhe si të tilla duhet të konsumohen vazhdimisht në dietat tuaja, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese. Një i rritur tipik mund të konsumojë edhe vezë me kalimin e kohës deri në 2 copë në ditë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët ofrojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të vitaminës D, e cila do ta ndihmojë trupin të përthithë më mirë për shëndetin tuaj të kockave. Të verdhat e vezëve përmbajnë gjithashtu nivele shumë të larta të antioksidantëve, element këto shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Vezët do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe si të tilla duhet të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja ditore. Ekspertët këshillojnë kryesisht edhe vezët e zjera si një nga produktet më mbreslënse për shëndetin tuaj. Sipas një studimi të kryer në Gjermani, konsumi i rregullt i vezëve do të ndalojë gjithashtu edhe procesin e plakjes dhe do të parandalojë probleme të ndryshme të lëkurës, pasi ato përmbajnë gjithashtu edhe pigmente organike të quajtura karotenoide, të cilat mund të ndikojnë edhe të parandalojnë procesin e plakjes dhe të sigurojnë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Ekspertët sipas Healthline e këshillojnë vezën e zjerë si një nga përzgjedhjet më të mira nxitse për një organizëm të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ndaj bëheni ato pjesë të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.